Një familjare njëherë më ka pas thonë, nejse, jo familjare afërt, po më ka pas thonë, po më doket që burri nuk po më dënë, thash okej, ose po më trahton, okej, qysh peden, tha se as më rres, po më rre mo. Dhe më thonë, ajo ishë mësu që dashuria do të mu jep me shpulla, me boksa, me fyrje, me ofendime, me agresion, edhe në momentin që ajo do më thonë kishë fillu mës mi bo që to, ajo kishë fillu me dy shumë vete, kishë tonë adin, jam të bo diçka mirë se kjo nuk po më keq trajton ma që shë mësu. Dhe me thonë shumë shpesh, sepse truni jonë evolutivisht është i kryum për me dasht familjaritetin, senet që na mësojnë edhe na japin siguri. Nëse na ndrohem... Një që atë mënyrë dashurisë... Nëse na jemi rrit me një familje traumatike, me një familje me kaos, me zhurma, me përlamje, me treme, kur ti shkon me një ambient të shëndetshëm, ty duket i pashëndetshëm, se na lështu nuk është në drejtë. S'ka zhurmë. Edhe mas nej, adin është një farë subconscious self-sabotage, i thojnë, dhe më thonë, sabotemi nënvetëdijshëm, ku ti krijon kaos edhe zhurma, veç për muni, që tash jo mirë, jam rahat se u mësova. A vite, dhe më thonë, po. Çfarë është një djalë i fortë sot? Në shoqërinë tonë, vajza cilat përkërkojnë një djalë të fortë, ky termi djalë i fortë, çka na identifikon? Çka po kuptoj unë në bas aty në çka po më shkrujnë, edhe si vajza, si gra, është, për shembull, kur nuk më gjelozon, pse nuk më gjelozon ai mu, pse nuk gjelozon për mu. Besoj që do shta një burri fort, ose asi qëfare për kërkojnë vajzat e reja, do të më konë ekstremisht gjeloz. Nuk bon me lonë me lëviz heq, do të me ja lonë lokacionin lëshut non-stop, që kjo me një atë presionin edhe muni e pame ashtu prej ti. Besoj që kjo është njona prej aty në forcave, në thojza që pe kërkojnë. Financiarisht mësej më konë stabil, edhe pse këto absolutisht e kuptoj, në kuptimin që nuk është normal nëse një burë edhe një gru nuk punojnë dytë. Nëse njoni prej tjetrit është imvarun, gjithmonë është një relacion shumë i pashëndetshëm. Ato me një anë edhe e kuptoj edhe më do këtë shumë okej. Ama gjelozia besoj që ajo është... Patologjike, sidomos. Tejper. Se do me thonë, edhe na e ngatrojmë unë thash edhe ma herët, njerëzit e na e ngatrojmë do me thonë flutrat bark me angë. Nëse e takon dikën edhe fillojnë edhe në kjo stimulimi i sistemit nervor autonom, ku të janë nisë muni, apo edhe po tani ti ki qef në një farforme me thonë se po të pëlqen, edhe ki qef me besu që ato janë flutra, për një me është shumë e rëndësishme, mu nalë edhe me këqyr, a janë flutra pi dashnis, a është trauma jote që po të paralajmë prëm, po të thot x e diçka së në rregull. Po qysh mundemi me vrejt? Qysh dallojnë këto flutrat prej dashnis edhe këto prej ankth? Kjo është pyetje shumë e mirë, po këto për me vrejt, fillimisht njeri duhet mi kuptu cikle traumatike të vetat. Sepse është për mua shumë e lehtë mi thonë, a dim vish dalloj se nashta s'kom pas qatë shumë trauma, dim po dikush që i ka pas ai nuk i vrejnë. Po qëre, gjelozia, okej, qëre me kom pak gjeloz është normale, po problematika është kur bëhet gjelozi patologjike, ku përfshihet kontrolli, ku përfshihet tendenca e individit për më të përvetësu, ku mo ai nuk të shes si qenje, po si objekt. Ti dush më kallëzu konstant ku je me kom po fol, ku po shkon çka po bëm se ke dalë me shoqet,